Endrita Bajrami që gjendet andaj pari. Endrita, lidhja është për juve. Po në fakt, rrezet e diellit që kanë filluar të ndriçojnë këtu mbi tokën e Skënderajt, këtë pjesë ditës i kanë shtuar edhe lëvizjet e qytetarëve. Madje të tilla kanë qenë gjatë ditës së djeshme kur në mbar vendin është zhvilluar procesi zgjedhor i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Megjithatë, nga rreth 53.000 qytetarë sa patën të drejtë vote, këto obligime kanë përmbushur veç 22.310 persona, apo më saktësisht 42% në total. Megjithatë, edhe në komunën e Drenasit, nga gati 57.000 qytetarë me të drejtë vote, këto obligim e kanë përfillur, themi, veç 45% e tyre. Procesi zgjedhor në fakt gjatë ditës ka shkuar i qetë me pak të lashe, themi ashtu njësoj si kurse edhe në komunat e tjera. Në këto dy komuna kemi pasur qendrat votime të cilat kanë pasur mungesë të energjisë elektrike apo edhe në disa të tjera pamundësi të disa personave për të votuar me kusht. Por ajo që vlen të theksohet është se edhe ditën e djeshme po ashtu edhe në fakt mbrëmjen, pasi në mbrëmje u shpallën rezultatet, ju dha vull edhe një herë që si Drenasi ashtu edhe Skënderaj vazhdojnë të jenë bastioni i Partisë Demokratike të Kosovës, pasi si komuna e parë ashtu edhe e dyta e vendosën PDK-n në radhë të parë me mbi 70% të votave. Megjithatë, pavarësisht suksesit të arritur në nivel lokal, duket se rezultati në nivel nacional nuk ju ka pëlqyer aq skënderajazëve, pasi këtu mbrëm s'ka pasur fest. S'ka pasur fest, për aq kohë sa kemi qëndruar ne këtu, edhe lëvizjet, hyrje-daljet brenda selisë së Partisë Demokratike kanë qenë të pakta, madje edhe me qytetarët të cilët kanë qenë duke lëvizur këndej pari, kemi biseduar dhe të njëjtit na kanë thënë që janë jashtëzakonisht shumë të zhgënjur pasi kanë pasur pritshmëri për rezultate më të mira për partinë e tyre. Megjithatë, theksuan se do të vazhdojnë që ta përkrahin këtë parti dhe të shohin pra edhe në zgjedhjet e tjera rezultate më të mira. Ne padyshim që krejt reagimet e tyre, themi mendimet e tyre, do t'i përmbledhim në një kronik dhe padyshim që për të gjithë shikuesit të televizionit do t'i sjellim në edicionet e tjera informative. Endrita, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtpërdrejtë nga sheshi i Skënderajit, ndërkohë që gartë